nëse nuk je polic, atëherë unë me ty nuk kam as ka diskutoj më tepër. Po jo, unë personalisht shoqër nuk jam i përfshim. Unë pra më mbylli telefonin se si manipulojnë e si veprojnë, sa a mund t'i besojmë unë për vete jo. Alo? Alo. Alo, përshëndetje, apo më dëgjon? Po, ju ndëgjoj, përshëndetje. Po, mirë, faleminderit. Kam shkruar një ditë për 5 kurbana për Ugand. Po, çashtu. Po, ma ke dërgu edhe shifrën edhe numrin e sakt kurbanave dhe shifrën e parave sa mbohet. Çashtu është Eroni jam. Kështu, deshta me tregu që nuk jam interesuar për kurbana, po jam gazetar prej Lajminet, Selim Iftari. Deshta me t'i bo veç do pyetje shumë shkurt për qëtë aktivitetin që ti e bën. Po, a mund është pra me më tregu veç kush është organizata lokale në Ugand që i kryen këto thirrje, pra a mund t'i mu me ma jep në i kontakt zyrtar tyne? Kontakt zyrtar tynve ka sa dushun se nuk është veç një, po janë domethënë. Po, me kënd bashkëpunon ti? Çush e ka emrin organizata? Janë Charité Uganda thirrën. Kush është personi? Personi është, nëse unë punoj me një për shembull që më jep shpesh do emra diferencë, ata janë një grup e madhe që bashkëpunojnë. A ma lëshon ti mu për shembull ndonjë certifikat ose dokument që vërteton që kurbanat janë ble pra në emër tem. Pra, se tash kurbani duhet me qenë një farë formë edhe i pastër, edhe i mirë për thirrjen e kurbanit. Në ato videot që ti mi ke dërgu, nuk janë kushtet për me u therrë kurbanin në atë mënyrë që mi ke dërgu ti. Po, për vakia ato do me thonë që nuk janë nashta në rregull për hesapet tona, po atje në vend ato mënyra bëhen ashtu, shokit. A kina certifikat ose faturë që ti mundesh me ma dërgu mu? Për çka me të dërgu tyje? Po që ato pare që unë ti jap, pra ofer 400 euro nuk janë pak, edhe shumë njerëz po besoj ti dërgojnë ty, a ja ulshon ti në certifikat ose dokument që ata kanë blej diçka te ti? Unë ja vëshoj do të thonë video dëshmie që i kanë krye. Jo, përveç videove. Edhe do të thonë certifikatun ai që e lypun, unë ja lëshoj sa kur ka problemi. Jo, përveç videove, se videot i kum pa mi ke dërgu mu, po naj certifikat ose dokument që dëshmon që paret e mia janë shku dikun, pra jo te ti. Po, unë e qëpre, unë këto sare i dërgoj me Western Union të me thonë të ta, dhe kom të me thonë faktura sa dushuti për që i përqeli parët e ju, të me thonë në vend, për që të aktivitet të me thonë për kurban Bajram që të bëhet për kurbara. Qysh garantën që çdo shumë që e pranën, pra 100% shkon për thirrjet kurbanit, edhe nuk përdoret ndoshta për qëllime tjera, përveç aty në video që ti i dërgon? Unë këtë punë e bëj me vite, unë sa jam ki pasjell pak në TikTok, unë sa herë kom bon Kosovën, për shembull, u vërtetu do të thonë me dëshmi se çka kom bote kom bo se me çfarë dëshmi? Me pyetje fare që ka pas nevojë. A ju ke dërgu fatura, më fal? Ose naj certifikat? Unë veç pak o shokit. Po. Ti e thaj gazetare, o qështu? Po. Po, në qoftë se nuk je polic, atëherë unë me ty nuk kam as ka diskutoj më tepër. Jo, polic nuk jam, po veç po më intereson mi ditë krejt çka ata qytetarë që aty dërgojnë pare, ku ju shkojnë paret. Miru me Ugandun ti, edhe këshyr çka po thojnë Uganda, edhe atëherë kur që ke qu paret të unë ti, unë në qoftë se ty diçka takon me çu ty certifikatën ose me të dhënë me far dëshmie, unë jam më thënë me thonë tyri far dëshmie dhe tyri far certifikatë ty. Jo, veç dërgoma, ti mu dërgoma një certifikat që ja u dërgon tjerëve. O shokit, ti mu me thonë vetë për tjerë të di sa ty nuk personalisht kjo punë nuk t'intereson. Po jo, unë personalisht shoqër nuk jam i përfshim. Unë pra më mbylli telefonin në momentin kur unë e pyeta pra për çmimin edhe për faturat, edhe për dokumentet që ai mundet me u asiguru krejt qytetarëve që ka qojnë paret e ai, pra mu deri tash as një fakt ose dëshmi nuk më është ofru prej këtij personi, pra personit në fjalë, për atë që unë i kam kërku përveç videove të thirrjes së disa kurbanave që duket se nuk janë në Kosovë. Biseda që e dëgjuat pak më herët ishte kur unë kam kontaktuar një person i cili shfaqet shpesh në rrjetin social TikTok me një praktikë që ka ngritur shumë pikpyetje.
Një individ që e bën thirrjen djegësve të dërgojnë para me premtimin se ato do të shfrytëzohen për thirrjen e kurbanëve në Ugandë të Afrikës. Sipas tij, për çdo donator shkruhet një letër me emrin përkatës, e cila vendoset pranë një kurbani gjatë thirrjes, si dëshmi që porosia është realizuar. Pra, veç emri yt në një letër është dëshmia që qysha i ta vërteton që parat e tua janë shku në vend, pra për thirrjen e një kurbani për nevojtar në Ugandë të Afrikës. Fillimisht unë i kam shkruar në TikTok e pastaj ky më drejtoi me i shkruar në WhatsApp. Po ju tregoj se çka më ka thonë në rrjetin social TikTok. Pra, fillimisht unë i kam thonë përshëndetje, deshta një kurban për me qu në Afrikë. Normalisht unë e kam shënu me gabime drejt shkrimore, në mënyrë që ai mos më hetu mu që unë jam gazetar. Ma ka bo përshëndetje, po më kontakton në WhatsApp të lutem, edhe ma ka dërgu pra numrin e tij të WhatsAppit. Pastaj mi marrë vesh qysh me regjistru për arsye se numri ka qenë i huaj kështu. Pra, pasi që u marrën vesh me dal në WhatsApp, ky personi e dha një çmim shumë të lirë për një kurban, gjë që të bën hala me dyshu se është mashtrim. Që po ju tregoj edhe biseden edhe shpjegimin e asaj se krejt çka ka ndodhur në WhatsApp edhe se çka më ka dërgu ai. Fillimisht, unë i kam thonë përshëndetje, ai pastaj më ka kthy përshëndetje dhe i kam thonë që jemi në familje shumë e madhe, më ka dërgu këtë vajzë. Përshëndes. Shqyqyre që një familje madhe, gëzoha më dha, ti më duket e patë për kurban, ha? Pra kyve që është ndjeni që unë jam interesuar kinse për disa kurbana me i prej në Ugandë të Afrikës, dhe i kam thonë që e pash në TikTok që don me i qu kurbanat në Afrikë, a bën me i nisja 5 copa unë e me njëherë, pastaj prap ma ka kthy me një vajzë. Po, bën, ato bohen në Afrikë, vëlla, ato prehen në Afrikë dhe në për skamnor në Afrikë dhe ata kurbana. Më kupton, 65 euro është një kurban, vëlla, se më 60 euro bën kurbani, 5 euro janë ato për Western Union shpenzimet që kom i dhonë dhune për Afrika nena për i kurban. Veç më ka zonë sa, se të bohen me videja këto me dëshmi, mëse të përfundon, kurban Bajrami o fjalla, bohen videja të më qohën mu këtu, unë e ty atër t'i dërgojnë WhatsApp për shamull. Okej, mas këti vojse unë i këmë tha, super vëlla faleminderit, se sa në bëhet neve komplet 5 kurbana me ato shpenzimet tua. Pra sa dohna unë ty me t'i dhanë, ai ma ka kthy që ati dohna m'ja dhanë unë 325 euro, edhe më ka pyet a je në Kosovë, a në Shqipni vëlla, i këmë thonë Kosovë, më ka pyet ku në Kosovë, i këmë thonë në Slatin, nëse e din ku është. Ma ka kthy, okej, edhe unë jam për momentin në Kosovë. E paret duhet në Kosovë mu dërgu se unë jam i blokun, ka thonë në RIA, MoneyGram edhe Western Union, se kom pas shumë porosia për kurban. E munësh edhe në Kosovë me RIA e MoneyGram e Western Union me krya manetin se për momentin po thot që jam në pej. I kum thonë, u bo vlla, veç po du me e kone sigurt kjo punë, se për familje e kom, për një të mirë po bohen, edhe në cilin emër i kum thonë që mu i me i dërgu paret. Ma ka që këtë vajzë? Unë buhën të besa për theri, dhe me thonë që është prejtë kurbani e krejtë për to. Unë për atë punë më s'ki dërti që unë të qoj videën këtu mund që me pase këtu porosie buhën atje dhe kryen edhe me dua, dhe me thonë buhën të besa. Përveç kësaj mi ka dërgu edhe disa foto dhe video, cilat sipas tij janë dëshmi që ai kurban pra është thirrë në emrin tem, i kum thonë, okej vëlla, ma ka dërgu edhe një letër njoftim të një personit pa njohur këtu. Unë i kum thonë, u bo vëlla, paret i nisi unë nesër se tash janë mshel krejt se menova që me i qu pra për 5 familje të ndryshme. Ma ka dërgu edhe këtë vajzë prap. Okej, s'ka problemi vëlla. Nesër kryet me emër Zotit, atëre bon porosiet edhe unë e krye. Edhe i kum thonë, u bo respekt, faleminderit shumë. Qysh po thot ky, pra është që të shkruhet emri me një letër dhe atë sa i përket pareve që ti ja ke dërgu këtij, edhe kjo mundet me u manipulu pra shumë lehtë. Duke u vendosur emrin tënd në një letër para një kurbani të therrur, e që para ti mundet me u vendosë edhe emri i gjithë secilit që këtij të fundit ja ka dërgu paret dhe të njëjtëve u dërgon foton e njëjtë në WhatsApp, ashtu qysh edhe mund ka premtu. E në lidhje me këtë rast, unë jam drejtuar edhe një prej përfaqësuesve nga Bashkësia Islame e Kosovës për me marrë një mendim rreth kësaj çështje se a mundet pra dhe a ka hapësirë për mashtrim në situatat e tilla. Fitim Flugaj nga Bashkësia Islame e Kosovës tha që në shumicën e rasteve të tilla mund të bëhen edhe mashtrime. Kur e kemi fjalën te kjo ta quaj dukuri e re, e cila nuk ka qenë më parë, ku jam i sigur se asnjë nga ata që veprojnë këtë formë çfarë thatë ju,
nuk është kuadro e bashkisë islame, janë persona që nuk kanë kompetenca për këtë çështje dhe se si manipulojnë e si veprojnë, sa a mund t'i besojmë unë për vete? Jo, unë i besoj institucionit. Qoftë edhe institucioni i shtetit, jo privat, po i shtetit, do thotë, jo i fetar, po i shtetit, është institucion dhe ka llogaridhënie dhe ka adresë të saktë. Ne si besimtar, kur kryjmë një veprim për Zotin, duhet jemi të sigurt se ku e drejtojmë ata. Feja islame e preferon që veprimet edhe fetare, edhe në emër të Zotit, të kryen vatanin nga vjen ti, nga rrjedh ti, që mos del jashtë interesave të vendit tonë, sepse kemi obligim edhe ndaj popullatës tonë rreth parë, e pastaj kuptohet obligimi është për, do të thotë, niyeti, qëllimi është për Zot dhe obligimi është për vendin. Hoxha nga Bashkësia Islame e Kosovës po ashtu thotë që për therrjen e një kurbani ka rregulla strikte, të cilat duhet përmbushur sipas fesë islame. Në radhë parë kafsha duhet të jetë e shëndosh me shëndetin e plot, edhe fizik, jo vetëm që të jetë brenda shëndosh, po edhe fiziku i saj mos ketë asnjë mungesë. Thotë kur është asnjë mungesë, mos ketë as brirjen e thyrë nëse është dash, ose lop, ose pa marrë parasysh, bull ka mundësi, kush ka duhet mos të ketë të dëmtuar as vesh, as bisht, as thundrat e saj mos të jenë të dëmtuara. E kemi për Allah. Prandaj edhe kur bëhet niyeti, duhet bëhet niyeti njëherë. Kërkojmë mbështetjet e Allahu që të na mbrojë nga çytjet e djallit, që është Audhu billahi minash shaitanir rajim. O Zot, të mbështetem ty që të mbrosh nga djalli i mallkuar. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit, gjithëmshirshmit, bamirësit pa shembull. Dhe pastaj me tekbir fillon Bismillah, Allahu Ekber, dhe drejtohet kurbani, drejtohet në drejtim të kiblës. Dhe theret në një vendi duhet të jetë shumë i pastër aty ku theret. E pra duhet pasur kujdes se kujt i dërgoni para, te kush kryeni pagesa dhe për çfarë i kryeni këto pagesa. I njëjti person, për të cilin u fola pak më lart, dyshohet se ka kryer edhe mashtrime të tjera, ku u bën thirrje qytetarëve që të paguajnë për hapjen e bunareve në vendet e varfra, detaje këto që do t'i shpalosim në një video tjetër.